Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me ju të nderuar vëllezër dhe motra. Ja ku takohemi sërish me temën tonë të cilën kemi biseduar edhe në javën e kaluar, duke folur për të dashurin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për krenarinë e njerëzimit, për të cilën ne diskutuam për jetën e tij dhe disa rrethana me të cilën kishte jetuar i dërguari i fundit të njerëzimit Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Sot do të flasim për dashurinë ndaj pejgamberit tonë të dashur Muhammedit alayhis salam. Ai thot në një hadith të tij: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Nuk ka besuar apo nuk e ka besimin e plot askush prej jush derisa të jem tek ju më i dashur se sa fëmia juaj, se sa prindi juaj dhe se sa gjithë njerëzimi. Ne, siç e dini, kemi lexuar vazhdimisht për jetën e pejgamberit alayhis salam dhe sa herë që lexojmë historinë e tij, ndjejmë mall për të. Mallëngjehemi për gjithë jetën e tij, mallëngjehemi për veprimet të cilat ka bërë ai në jetën e tij dhe sa herë që lexojmë dëshirojmë që të fitojmë më shumë margaritar prej fjalëve të tij, prej veprimeve të tij, prej thënieve të tij dhe për çdo gjë nga tradita e tij pejgamberike që ka lënë për ne. Prandaj secili prej nesh tenton që të fitoj nga morali i tij dhe ta praktikoj në jetën e tij, sepse nëse ne shtojmë më shumë nga jeta e tij shpirtërore, do të jemi më të përkryer në besimin ton, do të jemi më të përkryer në moralin ton. Në këtë hadith pejgamberi alayhis salam na këshillon që të jemi të dashur dhe të jemi të kujdesshëm në dashurinë tonë ndaj tij, sepse edhe vetë Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thot: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj o Muhammed besimtarëve, nëse më të vërtetë doni Allahun, atëherë më pasoni mua, që pasimi nënkupton falje të gjunaheve, sepse Allahu është falës, është mëshirues. Pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i dashur me shokët e tij, ka qenë shumë besnik me ta. Besnikëria e tij është e jashtëzakonshme. Në një ditë, një prej shëtitjeve të tij, një prej bisedave që bënte me komunitetin e tij, pejgamberi alayhis salam dha selam, duke shikuar në horizont të larg, dha selam. Të gjithë mbetën të habitur, shokët e vet, dhe i thanë: "Ja Rasul Allah, kë po përshëndet me selam." Pejgamberi alayhis salam tha: "Po përshëndes me selam vëllezërit e mi." Shokët e tij mbetën të habitur: "Ja Rasul Allah, a nuk kemi ne shokët e tu? A nuk kemi ne vëllezërit e tu?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Është e vërtetë se ju jeni shokët e mi, por vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë më vonë, të cilët do të më besojnë pa më parë mua." Imagjinojeni se kjo fjalë mallëngjyese e pejgamberit alayhis salam tregon dashurinë që ai shprehte qysh në atë kohë për komunitetin e tij, i cili do të vijë më vonë. Dhe ndoshta në atë moment ishin hapur perdet e gajbit të fshehtësisë dhe ai mallëngjyes shikonte komunitetin e vet derisa faleshin në xhami, derisa vraponin për të bërë diçka të mirë, derisa i jepnin sadakan e tyre, derisa ndihmonin njëri tjetrin, derisa e donin dhe respektonin me besnikëri njëri tjetrin, dhe ai me mallëngjim të plotë i shikonte ato tablot të cilat i shikonte vetë të ardhmen e popullit të vet, të ardhmen e komunitetit të vet. Pra, për shka e bënte një që tillë pejgamberi alayhis salam, e bënte sepse
ai jo vetëm që donte njerëzit që kishte përreth, por i donte të gjithë ata të cilët nesër do të vinë dhe do ta besonin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Por përse duhet ta duam ne Resulullahin sallallahu alaihi wasallam? Natyrisht, secili prej nesh mund t'i bëj pyetje vetes dhe thotë, kush na tregoi neve për Allahun? Kush na tregoi neve për Kur'anin? Kush na tregoi neve për drejtësinë? Kush na tregoi neve se ai aq shumë qante dhe e kishte dert komunitetin e tij, sa që në çdo vend që shkonte thoshte ummeti im, populli im, ai do të jetë i cili do të ndërmjetësoj për neve kur të dalim para Zotit tonë fuqiplot. Ai do të jetë i cili kur do të hyjë tek dyert e xhenetit nuk do të harroj prap ummetin e tij duke thënë populli im, ummeti im. Pra është ai i cili na tregoi shumë gjëra pa të cilat ne sot nuk do të kishim asnjë vlerë. Pra edhe ata që ishin përreth shokët e vet ishin besnik, sakrifikuan çdo gjë për të, por edhe ai sakrifikoi çdo gjë për popullin e vet. Pra ky njeri, të cilin u quajt besnik El Emin, bëri shumë për këtë popull dhe ky popull vazhdon ta vlerësoj dhe vazhdon ta kujtoj ardhin e tij në këtë botë, vazhdon të kujtoj gjithë ato që kishte bërë për neve dhe për komunitetin tonë. Dashuria është fara më fisnike e gjithë jetës. Zoti na deshti neve, për këtë arsye dhe dërgoi pejgamber. Na deshti neve dhe na dërgoi pejgamberin tonë të fundit Muhamedit alayhis salam. Por duhet ditur që kjo dashuri duhet të gjendet koha, vendi dhe momenti që të kultivohet. Pra ajo duhet vazhdimisht të ujitet me veprat tona të mira, sepse kjo dashuri është që neve na bën të gjallë, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik. Pra ne jemi ata të cilët duhet ta ujitim dashurinë ndaj Zotit, por dashurinë ndaj pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam. Ta duash pejgamberin alayhis salam si shokët e vet. Ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili e shoqëronte gati thuajse në çdo moment Muhamedin alayhis salam. Dhe kur ai po shfaqte mesazhet e veta pranë Qabës, pranë atyre idhujtarëve, armiqve të cilët nuk e linin rahat asnjëherë të dërguarin e Zotit, ishte Ebu Bekri i cili e mbronte. Dhe njëherë derisa po e mbronte Muhamedi alayhis salam, ai u ekspozua një dhunë shumë të madhe nga idhujtarët Mekës, saqë i ratefikët nga dhuna tyre. Dhe kur erdhi në vete, nuk pyeste më për veten e tij se si jam, por thoshte, a doni ta mbytni njeriu i cili thot Zoti im është Allahu? A erdhi në vete i dërguari i Zotit, thoshte, pyeste për të fillimisht, pastaj për shëndetin e tij. Kështu kanë qenë të gjithë shokët e pejgamberit alayhis salam. Kështu ka qenë shoqëria të cilët e donin. Mirë po, jo të gjithë pejgamberët kanë pasur fatin të kenë shokë të tillë, ndërsa shokët e Musait alayhis salam i thonin, o Musa, shko ti me Zotin tënd lufto dhe ne këtu po rrim ulur derisa të luftosh atje. Pra këtë gjë nuk e thënë shokët e Muhamedit alayhis salam, por thënë ti vazhdo rrugën tënde dhe ne do të pasojmë kudo që të shkosh. Kjo ishte dashuria që ata kishin ndaj Muhamedit alayhis salam, të nderuar vëllezër dhe motra. Sot bota ka më shumë se 8 miliard njerëz, po aq shumë kanë vdekur dhe kanë shkuar përpara. Shumica e tyre absolute janë harruar dhe askush më nuk i përmend. Bile edhe të afërmit tonë kur vdesin për një kohë të shkurtër i harrojmë dhe shumë pak i përmendim. I vetmi njeri ndoshta në botë, i cili asnjëherë nuk harrohet nga komuniteti i tij, është Muhamedi alayhis salam. Ne vazhdimisht flasim për të, vazhdimisht diskutojmë në familjet tona, vazhdimisht i tregojmë të tjerë se çfarë ka bërë Muhamedi alayhis salam. Por më shumë çuditet njeriu kur dëgjon edhe ata që nuk i përkasin besimit të tij. Bernard Shaw ishte njëri prej atyre që
kur analizoi jetën e Muhamedit a.s. tha një fjalë madhështore. Ky njeri duhet të quhet shpëtimtari i njerëzimit. Sikur të ishte sot gjallë Muhamedi a.s. në këtë botë, në këto probleme që ne i posedojmë, jam i sigurt, thoshte, se do t'i zgjidhte të gjitha problemet dhe përrjedhoi të sjellte paqe dhe dashuri për secilin prej nesh. Të nderuar vëllezër dhe motra, siç e dim, manifestimet e ndryshme janë bërë sot në përbot nga shumë njerëz, nga shumë besimtar, duke kujtuar me plot dashuri dhe mall të dërguarin e fundit të Zotit Muhamedit a.s. Por unë duhet të sjell një tregim që e kam dëgjuar dhe që më ka prekur shumë nga një njeri i cili nuk besonte në Zot dhe kishte vendosur që të jepte fund jetës së tij, por para se të përfundoj jetën i shkruajti letër Zotit dhe i tha: "O Zot, nëse ekziston, ma kthe përgjigjen." Dhe e kishte varë litarin e tij dhe po priste momentin për të përfunduar jetën e tij. Dhe nuk shkoi shumë, poshtë derës së tij u fut një letër. Në letër shkruante: "Jeni i ftuar që të merrni pjesë në manifestimin e ditëlindjes së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të." Ai u çudit, thotë duhet ta vlerësoj këtë letër përderisa më erdhi si përgjigje. Dhe të nesërmën vendosi që të shkojë dhe të marrë pjesë në këtë manifestim që po bëhej në Londër. Dhe muslimanët e kishin ftuar, kë njihshin dhe kë nuk njihshin. Dhe ai mori pjesë dhe kur shikoi atë që po flitej, çka po dëgjonte veshët e tij, mbeti i çuditur, mbetur i habitur, si ka mundësi që unë nuk kam dëgjuar ende për këtë njeri. Ato gjëra që i kishte parë dhe i kishte dëgjuar e kishin shndruar mendimin e tij nga negativ në pozitiv. Tashmë ai kishte vendosur që të mos japte fund jetës tij, por ta zgjallaronte edhe një herë me jetën e njeriu i cili erdhi si pranverë për shpirtrat e lodhur të njerëzimit, dhe këtë pozicion, këtë moment, ai shfrytëzoi për të vazhduar jetën e tij drejt besimit, drejt dritës të cilën e solli drita e fundit e njerëzimit. Prandaj edhe ne në këto qaste duhet të shfrytëzojmë këto momente, sepse këto janë qaste të cilat e shpëtojnë jetën e një njeriu. Dhe Kurani thot, kush e mbyt një njeri është sikur të kishte mbyt gjithë njerëzimin, dhe kush e shpëton një njeri është sikur të shpëtoi gjithë njerëzimin. Edhe ne të shpëtojmë ata që kemi përreth, të tregojmë për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Deri në takimin tonë të radhës, ju lëm në mëshirën e Zotit. Fuqi.